ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku administrata atje miratoi dokumentin e sigurisë dhe dukej si një paralajmërim për zhdukjen e qytetërimit në kontinentin e vjetër, një luftë tashmë e hapur mes SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, po përshkallëzohet dita ditës. Çfarë ishte ai dokument dhe pse tani? Po, e para, për ta kuptuar domethënien e atij dokumenti, duhet të dimë që dokumentet të tilla janë si lloj bible e veprimit të çdo presidenti amerikan. Pra miratohen çdo 4 vjet, përgjithsisht në vitin e parë të mandateve të tyre. Dhe pra duke ditur këtë gjë, atëherë do duhet që të imagjinojmë që ky dokument ka stampën, ka fytyrën, ka personalizimin e këtij presidenti. Natyrisht, ky është elementi i parë i kontekstit, por ama elementet e tjerë të kontekstit që janë dobishëm për ta kuptuar atë, janë që ky është një mandat presidencial i cili po zhvillohet ndërsa po mbyllet ose po tentohet mbyllet konflikti në Ukrainë. Pra atëherë ka elemente të cilat reflektojnë të orientimin kohë dhe në hapësirë të këtij presidenti përkundrejt këtij konflikti. Së treti, ai reflekton atë që ka qenë në fakt dokumenti kryesor republikan për presidencën, i cili zakonisht përgatitet nga think tank të rëndësishëm, është një që quhet Heritage Foundation apo Projekt 2025, ato ishin tezat cilat Trumpi i ka thënë gjatë fushatës tij elektorale, por dhe që i ka rimarr në mandatin e tij presidencial. Pra, nuk ka asnjë çudi, nuk ka kurgjë personale, apo si thua që është produkt 100% i mendjes i personalitetit Trumpit, por është produkti po themi i dizenjuar, një kostum i qepur sipas personalitetit, por në rastin konkret që po përdorim metaforën e kostumit, sipas trupit të Trumpit dhe që reflekton atë qendër pushteti, atë qendër interesash, grup interesash që është mbas tij. Domthon asgjë personale, just business në këtë rast? Më shumë kështu ngjan. Në kuptimin që kur bëhet fjalë për Trumpin. Është që në mandatin e tij të parë ai ka shprehur pak kënaqësi, për shembull, po marrim nga tezat kryesore të atij dokumenti, pak kënaqësi për mungesën e angazhimit të Bashkimit Evropian në pikpamje të shpenzime për mbrojtjen, në kuadër të NATO-s apo edhe më gjerë. Dhe pra në këtë kuptim ai ka vjueshmëri dhe ka arritur. Është një dokument tani i cili u firmos, në cilin vendet evropiane zotojnë që do të shkojnë deri te 5% brenda 2030-s. Dhe pra këtë kuptim kemi vijim atë një politike apo të një qasje që ai ka pasur më herët. Së dyti, ai dokument natyrisht mban parasysh faktin që Trumpi synon të rezonojë me lëvizje, me parti politike të krahut të djathtë ekstremist në Evropë, në Evropë kontinentale apo dhe në Britaninë e Madhe, të cilat kanë tezat ngjashme me të dhe të cilat i fryjnë tezat ngjashme me Partinë Republikane, me Trumpin vet, që i fryjnë rrezikut të emigracionit pa kontrolluar. Sipas tij, dhe këtu ai në fakt kjo është e përbërësja e fortë elektorale e mesazheve që ishin qoftë në hyrje të atë tekstin hyrës apo shoqërues të dokumentit, 55 faqesh, por edhe në teza tjera, pra ai rezonon, artikulon fuqishëm për frikën apo për rrezikët që vijnë nga emigracioni pa kontrolluar, që mund ndryshojë edhe përbërjen etnike të shtetet e caktuara. Dhe këtu sigurisht na vjen mend për shembull përplasja që ai pati me kryetarin e Bashkisë së Londrës. Pra Trumpi në këtë pjesë pra artikulon apo shumë fishon ato që janë frikrat e opinionit publike, zakonisht stresës varfër dhe të mesme që të shkojë emigrantët po vinë, ata po kontrolluar, po na marrin punën. Natyrisht ai rezonon dhe me atë që këta të majtët kanë qasjen pro-emigracion dhe janë liberal me dhe në shtetësive, kështu që duan të krijojnë një bazë elektorale të sigurt nga këta që marrin shtetësitë. Pra kjo është një përbërëse që spikaste
ishte spektakolare në këtë dokument, por në ndërkohë nuk duhet mohuar që ai reflekton dhe një qasje të re marrë në tërësi, një qasje të re në raport edhe me prezidentë të tjerë republikan, dhe me paraardhësin e tij demokrat. Janë disa shtylla në cilët është i përqendruar ky dokument. Së pari ai flet për një hemisfer perëndimor në cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të fokusohen, të përqendrohen duke parë atë si një zonë influence në cilën duhet kufizohet, duhet të reduktohet maksimum influenca e faktorëve të tjerë. Ka një fill tjetër lidhës i cili ngjan se i referohet Kinës, pra rreziku kinez konsiderohet si më iminent. Por krejt ndryshe nga një pjesë e madhe e kolegëve të mendoj se dhe komponentja antiruse aty është e fortë. Natyrisht, për shkak të asaj veprës madhe ndërmjetësuese në cilën ai ka hyrë midis Rusisë dhe Ukrainës, afërmend që ai po tenton që të afrohet me Rusinë në mënyrë tillë që të arrijë sukses për atë që është objektivi i tij i radhës, që është mbyllja e konfliktit me çdo kusht. Pra duhet një paqe, duhet një marrëveshje, qoftë edhe pa drejtë, por që të mbyllet konflikti. Kështu që është një dokument pra e cila flet për Amerikën e kësaj dekade, që është një Amerikë e re, e cila nuk merret nuk imponon modelin demokratik në vende në cilat dhe kanë dështuar para se Trump ta zëmsi ato revolucionet që tentuan të imponoheshin në Afrikë, nuk tenton pra të ndryshojë regjime me forcë, nuk përfshihet në nivelin e demokracisë, kritikat për zgjedhjet e tjera, shpall do kartelet e drogës si rrezik i madh ndërkombëtar, rrezik i madh për Amerikën, dhe afërmend pra që flet për një Amerikë të re, për një botë të re në cilën nuk ka asnjë shtet tjetër që të jetë dominant. Do ndihet qartë frika nga Kina, ai është, po themi, elementi kryesor në atë